Të nderuar miq, përshëndetje. Fillojmë edhe për sot minutat e programit Rruga me doktor Michael Youssef. Ky është programi i 8 i serisë 12 hapat në rritjen shpirtërore. Deri tani kemi parë 6 hapa. Po ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë ata që nuk i kanë ndjekur të gjitha programet. Hapi i parë është të jesh i gëzuar në sprova. Hapi i dytë është të thuash jo tundimit. Hapi i tretë është të bindesh fjalës së Perëndis. Hapi i katërt është të duash gjithkënd, edhe ata që në mënyrë të natyrshme e ke krejtësisht të pamundur t'i duash. Hapi i pestë të jetosh sipas besimit tënd dhe hapi i gjashtë të kontrollosh gjuhën tënde. Në programin ton të sotëm, doktor Youssef do të na mësojë se si të presim tek Perëndia. Ai thotë se një nga arsyet kryesore sepse dështojnë kaq shumë të krishterët është sepse kanë orare të ndryshme nga ato të Perëndis. Të mësosh të jesh në varësinë e mençurisë që vjen nga lart, nuk është edhe aq e lehtë. Doktor Youssef është këtu për të na ndihmuar të kuptojmë më shumë. Le ta ndjekim me vëmendje. Hello listening friends, we are delighted you have joined us again. Dëgjues të dashur, përshëndetje. Jemi të kënaqur që po na ndiqni sërish. I want to begin by reminding you that it is no secret for any of us that modern society moves very quickly. Dua ta nis duke ju kujtuar se për ne nuk është më sekret fakti që shoqëria moderne lëviz shumë shpejt. Therefore, the idea of waiting on God's will can be contrary to every natural inclination that we know. Prandaj ideja për të pritur në vullnetin e Zotit mund të jetë në kundërshtim me çdo prirje natyrore që njohim. We work hard and we work long to achieve quick success. Ne punojmë gjatë dhe shumë për të siguruar sukses të shpejtë. Then God comes along and says, wait. Pastaj Perëndia vjen dhe thot, prit. What do we do? Çfarë bëjmë ne? We squirm with frustration. Ne përpëlitemi me zemërim. I'm not saying that waiting on the Lord is easy, Nuk po them që pritja në Zotin është e lehtë, but we often want to move much faster than He plans. por shpesh ne dëshirojmë të lëvizim më shpejt se planet e Tij. What God often does is make waiting to be our only option. Por Perëndia bën shpesh që pritja të jetë zgjidhja jone e vetme. Why? Përse? He wants to teach us to trust Him completely. Ai do të na mësojë që të besojmë plotësisht tek Ai. Learning to be dependent on the wisdom from above may mean following the admonition of Psalm 27:14. Të mësosh të jesh në varësinë e mençurisë që vjen nga lart do të thotë të ndjekësh këshillën e Psalmit 27 vargu 14. Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Ki besim të madh tek Zoti, i fort, ki zemër, ki besim të madh tek Zoti. A major reason why there are so many frustrated Christians is because they have different timetable from God's timetable. Një nga arsyet kryesore se pse dështojnë kaq shumë të krishterë është sepse ata kanë orare të ndryshme nga ato të Perëndis. And that is why James tells us in chapter 3 verse 13, Dhe japse Jakobi na thot në kapitullin 3 vargu 13. Kush është ndër ju i urtë dhe i ditur? Le të tregojë me sjellje të bukur veprat e tij me zemër butësi të urtësisë. we saw in our last message that it is not enough that you have knowledge in your head, Ne pam në mesazhin e kaluar se nuk mjaftojnë njohuritë që kemi në kokën tonë. because knowledge enables you to take things apart, but wisdom enables you to put things together. Sepse njohuria ju jep mundësinë që t'i ndani gjërat, por mençuria ju mundëson që t'i bashkoni ato. Knowledge opens us up to the truth, but wisdom enables us to relate God's truth in our daily life. Njohuria shpalos të vërtetën, por mençuria na mundëson që të rrëfejmë të vërtetën e Perëndis në jetën tonë të përditshme. Wisdom that comes from God is a wisdom which God intends for His people to have and seek after. Mençuria që vjen prej Perëndis është mençuria të cilën Perëndia e ka caktuar për njerëzit e Tij që të kenë dhe ta kërkojnë. And that is why James follow up the same theme from the last message which he started in chapter 3 verse 1. Dhe jap se Jakobi vazhdon në të njëjtën temë ashtu si dhe në mesazhin e kaluar në kapitullin 3 vargu i parë. Not many of you should presume to be teachers, my brothers. Vëllezër të mi, mos u bëni shumë mësues. Then he goes on to verse 13 and says, who is wise and understanding among you? Më pas vazhdon në vargun e 13 dhe thot: Kush është ndër ju i urtë dhe i ditur? Godly wisdom means being God-centered instead of self-centered.
Mençuria e perëndishme do të thotë të fokusohesh tek Perëndia dhe jo tek vetvetja. There are basically three truths to live by. Në parim ka 3 të vërteta për të jetuar. Number one, Numri 1. God is the creator, so he stands in the beginning of things. Perëndia është krijuesi, pra ai që ndron para fillimit të gjithçkaje. Number two, Numri 2. God is faithful, so he stands in the center of things. Perëndia është besnik, pra ai që ndron në qendër të gjithçkaje. Number three, Numri 3. God is the judge, he stands at the end of things. Perëndia është gjykatësi, ai që ndron deri në fund të gjithçkaje. To face life with these convictions is to be on the highway to victory and exercise of godly wisdom. Të përballësh jetën me këto bindje do të thotë të jesh në rrugën drejt fitores, një ushtrim për mençurinë e perëndishme. Can a believer operate his or her life on Satan's wisdom? A mundet një besimtar të drejtojë jetën e tij në urtësinë e Satanit? Unfortunately, the answer is yes. Fatkeqësisht përgjigjja është po. Although James, speaking to teachers whose hearts are not focused on things of the Lord, his words apply to all believers. Edhe pse Jakobi i flet atyre mësuesve, zemra e të cilëve nuk është e fokusuar në gjërat e Perëndis, fjalët e tij kushtojnë gjithë besimtarëve. Look at James 3:14 to 16. Shikoni tek Jakobi kapitulli 3 vargu 14 deri në 16. Por në qoftë se në zemrën tuaj keni smir të hidhur dhe grindje, mos u mbani me të madh dhe mos gënjeni kundër të vërtetës. Kjo nuk është dituri që zbret nga lart, por është toksore, shtazore, djallëzore. Sepse atje ku ka smir dhe grindje, atje ka trazir dhe gjithë farë veprash të këqija. James' reasoning is very simple. Arsyetimi i Jakobit është shumë i thjeshtë. When our hearts are filled with bitter jealousy and selfish ambitions, our judgment is impaired. Kur zemrat tona janë të mbushura me xhelozi, të hidhur dhe ambicie egoiste, gjykimi ynë është i dobët. Bitterness and jealousy and ambitions short-circuit good judgment. Xhelozia, zemrimi dhe ambiciet godasin si rrufe gjykimin e mirë. We cannot be relied on. We cannot be objective. Our motives color our responses. Ne nuk mund të mbështetemi te këto, nuk mund të jemi objektiv. Motivi ynë ndikon në reagimin ton. Jealousy and selfish ambition are bad enough in the secular world, but when they run rampant in the church, tragedy is born. Xhelozia dhe ambiciet egoiste janë mjaft të këqija dhe në botë, por kur ato vrapojnë si të tërbuara në kish, atëherë kjo është një tragjedi. What brings about bitter jealousy? Çfarë shkakton xhelozinë e hidhur? Most often it comes from a feeling of being used by other people. Më shpesh ajo vjen kur ndihesh si i përdorur nga njerëzit e tjerë. Let me tell you a quick story. Më lejoni t'ju tregoj një histori. It's a story about two men who lived in a certain city. Është një histori për 2 burra që jetonin në një qytet të caktuar. One was envious and the other was covetous. Njëri ishte ziliqar dhe tjetri ishte lakmitar. The ruler of the city sent for them and said that he wanted to grant them one wish each. Sunduesi i qytetit u dërgoi atyre lajmëtar dhe u tha se dëshironte t'i plotësonte nga një dëshirë secilit. But there was one provision, Por me një kusht, that the person who chooses first would get exactly what he asked for, while the other one gets exactly twice what the first one is asked for. që personi që do të zgjidhte i pari do të merrte plotësisht atë që kërkonte, ndërsa i dyti do të merrte 2 fishin e asaj që kishte kërkuar i pari. The envious man was to choose first. Ziliqari ishte ai që duhet të zgjidhte në fillim. He immediately found himself in a quandary. Menjëherë u gjet në vështirësi. He wanted to choose something great for himself, but he realized that if he did, the other would get twice as much. Ai dëshironte të zgjidhte diçka madhështore për vete, por kuptoi se nëse vepronte në këtë mënyrë, tjetri do të merrte 2 fish më shumë. He thought for a while and then he asked that one of his eyes should be put out. Mendoi pak dhe pastaj kërkoi që t'i hiqnin njërin sy. But you see, jealousy and envy are deadly characteristics. Por e shikoni, zilia dhe xhelozia janë veçori vdekjeprurse. What about selfish ambitions? Po për ambicjet egoiste, Selfish ambition clouds our judgment. ambicjet egoiste turbullojnë gjykimin ton. Selfish ambition wrecked many churches. Ambicjet egoiste shkatërrojnë shumë kisha. And when selfish ambition worms its way into marriage relationship, the consequences can be appalling. Dhe kur ambicia egoiste depërton në marrëdhëniet martësore, atëherë pasojat mund të jenë të tmerrshme. Division among family members or church members runs rampant when selfish ambitions rule the hearts of men and women.
Ndarja mes antarëve të një familjeje ose antarëve të një kishe vrapon si e tërbuar kur zemrat e njerëzve drejtohen prej ambicieve egoiste. The tragedy is that the person who is envious and has selfish ambition never rests. Tragjedia është se personi që është ziliqar dhe ka ambicie egoiste nuk gjen kurrë prehje. There's always someone else to envy, Gjithmonë ka zili dikë tjetër. another mountain to climb, Një tjetër mal për të ngjitur, another position to obtain. një tjetër pozicion për të arritur. They are never happy. Ata nuk janë kurrë të lumtur. There is unholy restlessness about a person who is eaten with envy and selfish ambition. Një person që zjen nga inati dhe ambicjet egoiste përjeton shqetësim të mëkatshëm. No wonder the Apostle Paul tells us in Philippians 2:14 and 15, do everything without murmuring or strife, so that you may become blameless and pure children of God, without fault in a crooked and depraved generation. Nuk është çudi që apostulli Paul na thot tek Filipianët kapitulli 2 vargjet 14 dhe 15. Bëni çdo gjë pa u ankuar dhe pa kundërshtime, që të jeni të paqortueshëm dhe të pastër, bi të Perëndis, pa të meta në mes të një brezi të padrejtë dhe të çoroditur, në mes të cilit ju ndriçoni si pishtar në botë, duke mbajtur lart fjalën e jetës. There's almost no limit to the sins that follow envy and selfish ambition. Mëkatet që ndjekin zilin dhe ambicjet egoiste thuajse nuk njohin kufi. James tells us that worldly wisdom is earthly, Jakobi na thot se mençuria e botës është toksore, which means it is a product of the world system. që do të thotë se është produkt i sistemit botror. Worldly wisdom is unspiritual. Mençuria e botës nuk është shpirtërore. It does not come from the Holy Spirit. Ajo nuk vjen nga fryma e shenjtë. Worldly wisdom is demonic. Mençuria e botës është demoniake. It is of the evil and it will utterly lead to division, destruction and defeat. Është e të ligut dhe çon plotësisht drejt ndarjes, shkatrimit dhe disfatës. Satan is its source and he thrives on its consequences. Satani është burimi dhe ai lulëzon në rrjedhojat e saj. What happens when we use worldly wisdom in trying to do God's work? Çfarë ndodh kur përdori mençurinë e botës për të kryer veprat e Perëndis? The end result is very disappointing. Rezultati përfundimtar është shumë zhgënjyes. Not only will it come to nothing on earth, but it will lead to nothing in heaven. Jo vetëm që nuk sjell asgjë në tokë, por nuk siguron asgjë në qiell. The wisdom that comes from hell will not get us to heaven. Mençuria që vjen nga ferri nuk do të na çojë në qiell. Now contrast this with the wisdom that comes from above in verses 17 and 18. Tani krahasojeni këtë me urtësinë që vjen nga lart në vargjet 17 dhe 18. Çdo gjë e mirë që na jepet dhe çdo dhuratë e përsosur vjen prej së larti dhe zbret nga Ati i dritave, pranë të cilit nuk ka ndërrim dhe as hije ndryshimi. Ai na ngjizzi me vullnetin e tij me anë të fjalës së vërtetës që ne të jemi në një farë mënyre fryti i parë i krijesave të tij. Because God is the creator of wisdom, he is the only one who can produce it in us. Për shkak se Perëndia është krijuesi i mençurisë, ai është i vetmi që mund ta sjellë atë tek ne. James tells us about 8 qualities of godly wisdom. Jakobi na tregon për 8 cilësitë e mençurisë së perëndishme. Look at James 3:17. Shikoni Jakobin 3:17. First of all, it is pure. Mbi të gjitha është e pastër. Because purity comes first, it becomes the fundamental criterion of wisdom. Me që e para është pastërtia, ajo bëhet kriter thelbësor për mençurinë. Purity is not the outward expression, but an inner experience. Pastërtia nuk është shfaqje e jashtme, por përjetimi i brendshëm. God examines our hearts before he looks at our hands. Perëndia analizon zemrat tona përpara se të shohë veprimet tona. God's primary concern is what we are more than what we do. Shqetësimi kryesor për Perëndin është çfarë jemi ne dhe jo se çfarë bëjmë. Jesus said, "Blessed are the pure in heart, for they will see God." Jezusi tha, të bekuar janë ata që janë të pastër në shpirt, sepse ata do të shohin Perëndin. Because the heart is the very center of our personality and the very source of our outward activities, it is the heart, therefore, that God is interested in. Për shkak se zemra është qendra e vërtetë e personalitetit ton dhe burimi i vërtetë i aktiviteteve tona të jashtme, prandaj Perëndia është interesuar për të. Secondly, godly wisdom has peace. Së dyti, mençuria e perëndishme ka paqe. It is only when the heart is pure that peaceable existence become possible.
Vetëm kur zemra është e pastër bëhet e mundur jeta në paqe. A person who lives within a turmoil is a person who does not know God's wisdom that comes from him. Një person që jeton me shqetësim të brendshëm nuk e njeh mençurinë që vjen prej Perëndis. If you are devoted to purity, you will experience peace. Nëse jeni të përkushtuar ndaj pastërtisë, ju do të përjetoni paqe. And we can never have peace by sweeping sin under the carpet and pretend that they are not there. Ne nuk mund të kemi kurrë paqe duke fshehur mëkatet dhe duke pretenduar se nuk janë aty. False wisdom says, cover it up, keep things together. Mençuria e rreme thot mbuloj, mbaj gjërat bashk. God's wisdom says, confess sin. Mençuria e Perëndis thot rrëfeje mëkatin. Third thing about God's wisdom, it is gentleness. Cilësia e tretë e mençurisë së Perëndis është butësia. Someone called it sweet reasonableness. Dikush e ka quajtur arsyetim ëmbëlsues. It means moderation without compromise. Do të thot drejtësi pa kompromis. It means gentleness without weakness. Do të thot butësi pa dobësi. Fourthly, obedience. E katërta bindja. Some translation call it compliance. Në disa përkthime është quajtur pajtim. God's wisdom makes the believer agreeable and easy to live with and work with. Mençuria e Perëndisë bën besimtarin të gatshëm dhe bën të lehtë bashkëpunimin me të. Man's wisdom makes a person hard and stubborn and cynical. Mençuria e njeriut e bën një person të vështirë, kokfort dhe cinik. The compliant person can disagree without being disagreeable. Personi pajtues mund të kundërshtojë pa qenë i kundërshtuar. Then the fifth quality of godly wisdom is mercy. Më pas, cilësia e pestë e mençurisë së perëndishme është mëshira. To be full of mercy means to be controlled by mercy. Të jesh plot me mëshirë do të thotë të jesh i kontrolluar prej saj. Mercy has double meaning here. Mëshira këtu ka kuptim të dyfisht. The first meaning is that you have to have a forgiving spirit toward those who have wronged you. Kuptimi i parë është se ju keni një shpirt falës ndaj atyre që ju kanë bërë padrejtësi. And the second meaning is that you give practical help to those in need. Dhe kuptimi i dytë është se ju jepni ndihmë praktike për ata që kanë nevojë. Be merciful, said Jesus, as your Father in heaven also is merciful. Jini të mëshirshëm, tha Jezusi, ashtu si Ati juaj në qiell është i mëshirshëm. The sixth quality is faithfulness. Cilësia e gjashtë është besnikëria. When you live by worldly wisdom, you cannot produce the fruit of the Spirit because you are too busy wallowing in self-pity. Kur jetoni në saj të mençurisë toksore, nuk mund të prodhoni frytet e frymës sepse jeni shumë të zënë, të zhytur në keqardhje për veten. But godly wisdom compels us to bear wisdom in our lives and the lives of our family members and the lives of those who are close to us. Por mençuria e perëndishme na shtrëngon që të shfaqim mençurinë në jetën tonë dhe në jetën e atyre që kemi pranë. The seventh characteristic is decisiveness. Karakteristika e shtatë është vendosmëria. In some translations, it is translated no partiality or showing no favoritism. Në disa përkthime është panshmëri ose mos shfaqje preferencash. This word suggests single-mindedness. Kjo fjalë sugjeron një mendje të vetme. It is the opposite of wavering. Kjo është e kundërta e lëkundjes. When you live with the world's wisdom, you want to be a people pleaser. Kur jetoni me mençurinë e botës, ju dëshironi të kënaqni njerëzit. You change your mind often and you are pressed from side to side. Ndryshoni shpesh mendjen tuaj dhe shtyheni sa ndej këndej. When you have God's wisdom, you have conviction and purpose. Kur keni mençurinë e Perëndis, keni bindje dhe synim. Finally, the eighth quality of godly wisdom is sincerity. Së fundmi, cilësia e tetë e mençurisë së perëndishme është sinqeriteti. It literally means without hypocrisy. Fjalë për fjalë do të thotë pa hipokrizi. Hypocrisy originally meant a dialogue. Me hipokrizi fillimisht kuptoi një dialog. Then it came to mean playing the part of an actor. Më vonë mori kuptimin luajtja e rolit të një aktori. The heart of the word is pretending to be something that one is not. Thelbi i fjalës është të pretendosh të jesh ai që nuk je. When you practice God's wisdom, you don't have to be afraid of being who you are. Kur praktikoni mençurinë e Perëndis, nuk keni pse të frikësoheni që të jeni vetvetja. You don't have to put on a special mask. Nuk keni pse të vendosni një maskë të veçantë. If you are growing up in Jesus Christ, your life will reflect these 8 qualities.
Nëse po rriteni në Jezus Krishtin, jeta juaj do të reflektojë këto 8 cilësi. Wisdom from above can be truly yours only if you humble yourself enough to receive it. Mençuria nga lart mund të jetë me të vërtetë juaja vetëm nëse po uleni si duhet për ta marrë atë. And to be patient enough for God to reveal His will to you. Dhe të tregoni durim të mjaftueshëm që Perëndia t'ju zbulojë vullnetin e tij. So James' final exhortation in verse 18 is this. Pra këshilla e fundit e Jakobit në vargun 18 është kjo. Bitterness and strife produce barren soil in which the seed of righteousness cannot grow. Zemërimi dhe grindja krijojnë tokë shterp në të cilën fara e drejtësisë nuk mund të rritet. On the other hand, as he told us in chapter 1, if you want God's wisdom, God already promised to give it to you if you humbly ask for it. Në anën tjetër, ashtu si na ka mësuar në kapitullin e parë, nëse dëshironi mençurinë e Perëndis, ai tashmë ka premtuar t'ju jap atë nëse e kërkoni me përulësi. It is my prayer that you ask for it today. Është lutja ime që ju ta kërkoni atë sot. And until next time, I wish you God's richest blessing. Deri herën e ardhshme, Zoti ju bekoft. Të nderuar miq, minutat tona kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Doktor Jusef na inkurajoi sot që të kërkojmë mbi gjithçka tjetër urtësinë që vjen nga Perëndia. Të mësosh të jesh në varësinë e mençurisë që vjen nga lart, nuk është edhe aq e lehtë dhe kërkon bindje pa kushte ndaj Zotit. Në programin ton të erës së ardhshme, Doktor Jusef do të ndalet në armiqtë e rritjes son shpirtërore. Bota, mishi ynë dhe djalli janë 3 armiq që komplotojnë gjatë gjithë kohës për të na larguar nga Perëndia. Si mundim poshtin këta të 3? Si mund të jemi miq të Perëndisë dhe armiq të botës, mishit e djallit? Jakobi na jep 3 zgjidhje për të shijuar paqen në vend të luftës. Doktor Jusef do të na flasë gjerësisht për to në programin ton të herës së ardhshme. Ndaj do t'ju ftoja miq të mos harroni të na ndiqni. Ju kujtoj se ne mirpresim letrat dhe emailët tuaja në adresë të programit ton. Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në adresën info@radiovis7.net. Po kështu mund të kërkoni edhe një kopje të librave të Doktor Jusef, Gjetja e gëzimit që ka dashur gjithnjë dhe 7 hapat. Me shumë kënaqësi ne do t'u dërgonim një kopje. Deri herën e ardhshme bashk, miru dëgjofshim.